Ta themi kështu, do të thënë, nuk ka qenë hiç e thjeshtë dhe nuk ka qenë njëkohësisht e lehtë me mbajt një proces objektiv të regrutimit. Për shkak se konceptet e ndërtume edhe mënyra që kanë funksionu këtu sistemet, s'po flas ekskluzivisht për gjyqësorin, po më përgjithësi koncepti shoqëror e ka pas, si me thonë, nevojë tendencë me influencu procese. Edhe ka pas rastet. Edhe absolutisht s'po du me fare këto, por që realisht ne kemi dalë me ndërtu një koncept objektiv të regrutimit. Gjithmonë ka diskutime, sepse ka i farë tendence që kur njerëzit dështojnë lypin një ngushëllim dikun tjetër dhe jo të mungesa e punës vetë. Mirë po, vlerësimet ndërkombëtare për proces të regrutimit janë absolutisht të nivelit më të lartë dhe të pakrahasueshme me vendet të regionit, diçka që ne besoj që kemi ndërtuar një standard që duhet me mbet i qëndrueshëm. Në fillim ne kemi theksu me zë të lartë që absolutisht i duhet sistemi të drejtësisë reforma. Dhe ndoshta kjo do të jetë sfida vitit 2026, sepse procesi i reformës nuk është përmbyll. Prandaj edhe kemi qenë nxit edhe pjesëmarrës aktiv në procesin e reformës, edhe në letrën e zotimit për gjykatën administrative, kodin e procedurisë civile dhe dhomën e posaçme të gjykatës supreme, por njëkohësisht edhe letrën e zotimit vitit 2023 për reformën në drejtësi ku përfshihen çështjet nga integriteti i procesit të regrutimit, performanca, disiplina, statusi i gjyqtarëve, administrata gjyqësore dhe çështje tjera. Pra, sigurisht që në këtë dinamikë të diskutimeve dhe të perspektivave, nëse shikohet në perspektivë, vlerësimi më profesional dhe më i saktë për qëndrimin që kemi pas është i KGK, sepse është konfirmuar edhe nga Gjykata Kushtetuese, është konfirmuar edhe nga Komisioni i Venecias, në mos të konsiderueshëm sepse është përjashtuar mekanizmi i jashtëm për gjyqtarët. Ndërsa mekanizmi i jashtëm është mbetë si mundësi për menaxhmentin që është Këshilli Gjyqësor dhe Kryetarit të gjykatave, nëse mërin bëhen ndryshime kushtetuese, diçka që në princip nuk përfaqëson ta themi asnjë lloj sfide për gjyqësorin as sot dhe as nuk ishte as dje me thonë të drejtën. Ndërkohë që është rikonfirmuar që substanca e gjyqësorit në mënyrë veçantë është e tillë dhe është e qëndrueshme që një filtr i brendshëm, një mekanizëm i brendshëm mund të mërrijë rezultate të duhura. Dhe absolutisht edhe ne jemi dakord që ka pika kritike edhe në dijen e gjyqtarëve, respektivisht në nivelin profesional të realizimit të punës dhe të misionit të gjyqtarit, por njëkohësisht mund të ketë pika kritike edhe në integritet. Tani, këto dy, si me thënë, çështje që duhet të jetë në vlerësimin e brendshëm, parashikojnë dhe mekanizmat përkatës. Dia do të jetë një proces i vlerësimit performancës. Ne veç kemi filluar tani edhe hartimin e aktit 3 që është performanca mbi kritere cilësore, sepse është kërkesë edhe e Këshillit të Evropës edhe Bashkimit Evropian, por edhe aktorëve të tjerë ndërkombëtar që mësesin gjyqësorin dhe njëkohësisht presin që të miratohet reforma për pjesën tjetër që është integriteti i cili përfaqëson nivel të verifikimit sipas burimeve të qëndrueshme dhe të konfirmuara edhe nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe Strasburgu në nivele të ndryshme gjyqësorit, nga kandidati për gjyqtar, gjyqtari i mandat fillestar dhe gjyqtari i mandat përhershëm, pa përjashtuar këtu edhe menaxhmentin. Pra absolutisht viti 2026 do të jetë sfidë për gjyqësorin për shkak se reforma ndodhet në fazën kur duhet të adresohen rekomandimet e Komisionit Venecias dhe që ne shpresojmë shumë që të mos ndryshoj formati i pakos së reformës, të mos ndryshoj koncepti mbi cilin është ndërtuar reforma sepse të mbështetet kryesisht standardet ndërkombëtare dhe në vlerësimet e brendshme që ne kemi bë, dhe njëkohësisht të adresohen në mënyrë profesionale ato dokumente që ka dhënë Komisioni i Venecias për aq sa është, si më thënë, në detyrën e institucioneve vendore. Ju thatë që keni ndalë vettingun dhe kjo vërtetohet edhe në zgjedhjet e fundit nacionale, në të cilat për dallim prej zgjedhjeve të shkurtit, në dhjetor nuk pat asnjë parti politike që në plan programin e vet e pati të përfshirë procesin e vettingut ashtu siç e kanë pas në shkurt të 2025. Dashta për shkak se kemi realizuar na. Tani ku do t'i bëhet vettingu? Mirë, po flisni për pjesën e gjyqësorit, për pjesën e juaj, po pjesën e sistemit territorial, s'kemi pas ndaj vettim. 200 gjyqtarë janë në mandat më pak se 5 vite. Dhe tani ku do t'i bëhet vettingu? Këtyre që janë zhvilluar një proces dhe ne përshtrojmë një pyetje krejtësisht të hapur. A mendon dikush që mund zhvillohet një proces i regrutimit me standarde më të larta se që realizon KGK sot?
Unë po paraqes të është vlerësu si proces edhe nga organizata vendore, por nga raporti i progresit. Në tjetë një, si thënë, me u po antarme nëse mund të kalohet ky standard. Kryesues, cili do të jetë roli i gjykatës administrative, juridiksioni i saj dhe rëndësia për qasjen drejtësi të qytetarëve. Pra një nga reformat që do të ndikoj, shpresojmë shumë. Në fakt, besoj që është një lajm tepër i mirë për drejtësinë, por njëkohësisht edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Është një gjykatë që është hartuar në dakordim të plot institucionit, në këtë rast Ministrisë Drejtësisë ose Qeverisë, sepse normal që ka qenë borce e procesit për hartimin e kësaj pakve, mbështetur nga KGK dhe Gjykata Supreme. Dhe njëkohësisht besoj që në mosën dërmuese të përmbajtjes së ligjit, ne kemi pas dakordim të plot, diçka që jap garancione që do të jetë në fazën e zbatimit në proces krejtësisht i mundshëm. Shumë mirë që ka konfirmuar Gjykata Kushtetuese, për shkak se drejtësia administrative në Republikën e Kosovës, për shkak të kontekstit që ka gjyqësori i Kosovës, njëherë në periudhën pas luftës deri në vitin 2013 dhe pastaj 2013 deri në 2026, asnjëherë nuk ka qenë fokus. Ndërkohë që konceptet dhe trendet ndërkombëtare për drejtësinë tregojnë që fokuset në gjithë vendet e zhvilluara gradualisht lëvizin nga drejtësia penale dhe civile në drejtësinë administrative dhe familjare të qymë, sepse këto në fakt janë trendet, domethënë vendësimi, mekanizma të tjerë që janë krijuar për shërbimet e vendosin në pa nevojën për gjykatën administrative dhe për fat mirë në fillim të këtij vitin e kaluar ka hyrë fuqi ligji për konflikte administrative që e ka vendosur përgjithësinë e gjykatave me vendos me jurisdiksion pilot, e eliminon ping-pongun në mes të gjykatës dhe organeve të administratës dhe tash gjykata administrative në fakt përfaqëson hapin e fundit në reformën strukturore të gjykatave. Pra ne mund të flasim të ardhmen, eventualisht për nevojën e një gjykate të themi që do të jetë formati i zgjeruar i departamentit special për çështje të caktuara edhe eventualisht për hartën gjyqësore, nëse eventualisht në ndonjë degë gjykate mund të kemi ndonjë reduktim. Por në princip, kjo është hapi i fundit të reformës dhe njëkohësisht e bën Kosovën krejtësisht krahasueshme edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe përtej. Dhe përveç saj, siç e dim, ne për shumë vite kemi thënë shumë diskutime dhe profesionale për kompetencën dhe paqartësinë mes të gjykatave. Tani krijimi i kësaj gjykate e orienton krejtësisht kompetencën dhe në fakt duhet të përmend se jap zgjidhje edhe çështjeve të punës për gjithë punësuarit në organizata do të thënë të gjithë punësuarit që morrin pagë nga shteti ose organizata publike, për ashtu këto ndërmarrjet publike. Kjo nuk kupton që koncentrohet si jurisdiksion gjykata administrative dhe njëkohësisht lëviz departamenti administrativ i gjykatës komerciale dhe divizioni fiskal i gjykatës komerciale në gjykatën administrative. Pra do të jetë një adresë vetme për gjitha çështjet që kanë bëjnë me çështje administrative, respektivisht me veprimtarinë administrative. Ne kemi ndërmarrë veprime serioze gjatë vitit 2025, edhe tani kur po flasim, dhe me organogramin e miratuar në fund vit, parashihet që gjykata administrative në shkallë parë, sepse kjo organizohet vetëm në nivel shkallës parë si gjykata specializuar, të ketë 23 gjyqtar nga realisht 9 gjyqtar që kishte në fillim të vitit 2025, respektivisht fund vitit 2024.